Përshëndetje, bashkë do të ndajmë disa prej zhvillimeve të ditës, do të nisim me kronikat ku Spanku ka zhvilluar një operacion të gjerë në bashkëpunim me policinë e shtetit në kuadër të goditjes së një grupi të strukturuar kriminal, duke lëshuar 20 masa sigurie ndaj personave të dyshuar si të përfshirë në veprimtari kriminale. Aksioni është zhvilluar në disa qytete të vendit, mes tyre dhe Vlora. Prokuroria e Posaçme kundër krimit dhe korrupsionit SPAK ka zhvilluar një aksion mëngjesin e së premtes në qytetin e Vlorës pas aksionit të zhvilluar në Tiranë, Kamës, por edhe Durrës. Mësohet nga burime konfidenciale se dy grupe të ardhur nga SPAK-u të mbështetur edhe nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës kanë zhvilluar aksionin në qytetin e Vlorës prej orës 7 deri në orën 10:30 të mëngjesit. Ndërkohë që sipas po të njëjta burimeve janë kontrolluar disa banesa sipas edhe urdhrave të nxjerrë nga Prokuroria e Posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, ndërkohë që personat në cilën ishin në kërkim apo të shpallur kërkimin nga SPAK-u nuk janë gjetur në banesat e tyre. SPAK ka zhvilluar një operacion të gjerë në bashkëpunim me policinë e shtetit në kuadër të goditjes së një grupi të strukturuar kriminal, duke lëshuar dhe 20 masa sigurie ndaj personave të dyshuar. Aksioni është zhvilluar në disa qytete të vendit, Tiranë, Durrës, Kamës, por edhe në qytetin e Vlorës. Në qytetin bregdetar, operacioni ka nisur në orët e para të mëngjesit të kësaj të premte, prej orës 7 dhe ka vijuar deri afërsisht në orën 10:30. Sipas informacioneve paraprake, në terren kanë operuar dy grupe hetimore të prokurorisë së posaçme, të mbështetura dhe nga efektiv të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës. Gjatë operacionit janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim. Burime paraprake bëjnë me dije se gjatë kontrolleve nuk janë gjetur personat që ishin në objekt i masave të sigurisë apo të shpallur në kërkim, ndërsa vijojnë verifikimet dhe kërkimet nga SPAK. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga SPAK lidhur me detajet e operacionit, ndërsa pritet që në ditët në vijim Prokuroria e Posaçme të dalë me një njoftim zyrtar për rezultatet, personat e përfshirë dhe veprat penale, por edhe kontrollet e ushtruara në disa qytete të vendit, mes të cilëve edhe Vlora. Do t'i rikthehemi aktualitetit, nisur në qytetin e Vlorës me bujë të madhe, harrohet projekti i pastrimit të kanaleve kulluese në territor. Puna për realizimin e tij nisi nga zona mbi Spitalin Rajonal të Vlorës, aty ku krahas pastrimit të kanalit kullues u shembën dhe disa godina, por kaq, aktualisht asnjë veprim. Në nisje të këtij viti në muajin janar, në qytetin e Vlorës nisi me bujë të madhe një projekt ky i cili kishte për qëllim pastrimin e kanaleve kulluese në territor. Puna për realizimin e tij nisi nga zona mbi Spitalin Rajonal të Vlorës, aty ku krahas pastrimit të kanalit kullues u shembën madje edhe disa godina. Puna nisi me ritme, por nuk u vazhdoi e tillë. Momentalisht, punimet për pastrimin dhe rehabilitimin e një prej kanaleve kryesore në Vlorë prej fundit të muajit mars qëndrojnë pezull. Prej afro 2 muajsh, aksioni për pastrimin e kanalit kullues që vjen nga zona mbi Spitalin e Vlorës, duke përshkruar disa lagje të qytetit e për t'u derdhur më pas në hidrovor, është lënë pezull. Firma e cila ka marrë përsipër realizimin e këtij projekti të Bashkisë të Vlorës ka pezulluar punimet pas një informacion. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, blloqet e betonit në shumë vende janë hequr nga sipërfaqja e kanalit, por më pas nuk është zhvilluar asnjë punë. Pastrimi nisi nga kanali i cili përmbyti Vlorën për shkak se ky kanal kullues ka edhe fluksin më të lartë të ujrave të shiut që grumbullohen në të e më pas derdhen në hidrovor. Si rrjedhoi këtij aksioni edhe në lagjen kushtrimi pati disa shembje, kryesisht banesa. Gjithashtu edhe në zonën pranë policisë, blloqet e betonit janë hequr nga sipërfaqja e kanalit e janë lënë në trotuare kudo duke penguar kalimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Nuk dihet nëse puna do të vijojë apo edhe pse është ndërprer. Në kanale të tjera kulluese në qytet vlen të theksohet se ky projekt ende nuk ka nisur. Ky aksion nisi me shumë buje e promocion nga Bashkia e Vlorës, por deri më tani nuk është bërë asgjë duke rezultuar një tjetër flusk sapuni. Trafiku rrugor vijon të mbetet një problem shqetësues për qytetin e Vlorës. Sipas qytetarëve, Vlonja Dukuria jo vetëm nuk ka marrë zgjidhje, por është rënduar edhe më shumë, ndërsa kërkojnë shtim të parkimeve dhe kontrolle më të shpeshta për ata që shkelin kodin rrugor.
Trafiku rrugor është një problem i cili vazhdon prej vitesh të jetë shqetësues për qytetin e Vlorës. Qytetar vlonjat e cilësojnë si një problem që jo vetëm nuk ka marrë zgjidhje, por shërnduar dhe më shumë. Sipas tyre, ndikimi në shtimin e trafikut rrugor kanë dhënë dhe segmentet e rehabilituara vitet e fundit, të cilat janë ngushtuar në gjerësi, duke bërë që automjetet të mos kalojnë dot. Sipas qytetarëve të Vlorës, një tjetër faktor që ndikon në trafik është dhe mungesa e parkimeve. Drejtuesit e automjeteve i lënë makinat vende pa vend, madje edhe në mes të rrugës pasi nuk ka parkime. Vlonjatët e shohin zgjidhjen pikërisht te shtimi i parkimeve në qytet, por kërkojnë dhe kontrolle më të shpeshta për të gjithë ata që shkelin kodin rrugor. Kish ka vojtur nga trafiku rrugor i automjeteve, shihni si problem? Po patjetër, po ka dhe popull të mathur. Këtu 50% janë të huajse sa vlonjat. Llogaritje dhe makinat e tjera detyrimisht do të ketë trafik. Ka zhvillim i turizmit e ke fjalë. Patjetër. Po cili është problemi? Pse vjen gjithë ky trafik? Fluksi i lartë apo ka dhe probleme të tjera? Jo, unë shofer jam, po shoh që është fluksi i madh i makinave. Ne sidhemi dot nga një tortuar në tjetrin nga makina, do rrim të marrojnë ata, pra të hidhemi. Tani u stabilizohet diçka me këto sinjalet që vu. E po rrugët u ngushtuan, se po të mos ishin ngushtuar fluturonin me njerëzit këta, prandaj u kanë bërë mirë që ngushtuan rrugët. S'ka parkim, kudo jo. Që u jam me origjinë nga Saranda dhe shkuam me ca njerëz, tani nuk pinim do kafe në Sarandë se s'kishte vend absolutisht të lërje makinë. Kështu është kudo. Domethënë nuk ka parkim fare asnjë. Asnjë qytet e njëjta gjë, e njëjta smundje është. Shikoj që ç'është bëhet. Ja atje në lagjen tonë shikoj që është bërë një parkim nën tokë, s'ka marruar akoma, po më thanë njëri merr 30-40 makina nën tokë. Po, dhe atje tutje shikoj që dhe atje ç'është bëhet, edhe kështu që kjo është gjithë problemin. Pse vjen si problem që ka trafik? Po të gjithë njerëzit tani kanë 2-3 makina në shtëpi, nuk ka njeri. Një ose, do me thënë se janë 3-4 kurora, dhe kështu që na makinat, na njerëzit që kanë ardhur nga jashtë, na këta turistat, tani e kanë parë të arsyeshme ata që i kanë bërë. Ata gjithmonë për mirë janë. Parkimi po patjetër është, se ka makina ndej, ka makina këtej dhe edhe ajo rrugë që është aq e vogël, prap ka vështirësi. Pra zgjidhja fillon nga parkimet e ke fjalë. Po patjetër që kemi shpresa vdes e fundit, dhe çdo gjë ecën para. Si është, me biçikletë kalojnë në trotuarin, hidhemi me vërdall, shumë i trafikut rrugor. Ka shumë makina, po si. Duhen semaforo pasha. Duhen semafor, 2 semafor janë në Vlorë. Trafiku është i madh, rrugët janë tash janë cop. Po si orë? Po si orë? Sidomos e ambulanca nuk kalon dot njerë. Është bërë rruga shumë e keqe. Një ambulancë një tek këtu, nuk kalon. Ato edhe bashkia valla, edhe ka punë bashkia. Po edhe mbase me shpresë jemi. Inshallah, Zoti i madh. Problemi është nuk mbajnë atë korsinë e tyre. Qartë të them unë dhe shiti, nuk është problem. është plazhi, është qytet bregdetar, dhe më kështu është. Vinë gjitha. Nuk ka vend ku të parkojnë makinat, bërtërov, shikoj. Ku parkim andej, parkim këtej, nuk ka një mosbatimi i rregullit, edhe nuk ka vend, nuk ka. Tashi mos rrugët janë për që atëherën dhe gabim. Bulevard po duhet ishte bërë, është bërë trotuari rruga 2 metra, e kanë bërë. Problemi i trafikut ndihet më tepër në qytetin bregdetar, veçanërisht në sezonin veror, aty ku me qindra turistë vizitojnë qytetin me automjetet e tyre personale, duke shtuar përqendrimin e makinave në rrugët e qytetit, duke shtuar përqendrimin e mjeteve në rrugët e qytetit. Ish-godina e kadastrës shumë shpejt në funksion të disa institucioneve në varësi të pushtetit vendor. Këtë të premte ka nisur procesi i zhvendosjes së materialeve dhe pajisjeve për të pritur në këtë godinë shërbimin social të bashkisë, drejtorinë e tatim taksave vendore dhe gjendjen civile, me synim ofrimin e shërbimeve për qytetarët në një hapësirë të përqendruar. Ish-godina e kadastrës e njohur më parë dhe si ish-shtëpia e oficerave do të shërbejë tashmë si godinë për disa institucione të bashkisë së Vlorës. Shërbimi social shtetëror i Bashkisë së Vlorës, zyra e tatim taksave vendore, gjendja civile, por dhe disa institucione të tjera në varësi të Bashkisë së Vlorës do të zhvendosen pikërisht në këtë godinë.
Zhvendosja ka nisur tashmë nga zyra e tatim taksave vendore, por edhe nga gjendja civile, ndërsa pritet që shumë shpejt godina të jetë në funksion me shërbim të qytetarëve. Pas rikonstruksionit, kjo godinë shërbeu për disa kohë për kadastrin e Vlorës, e cila pas zhvendosjes në Tiranë mbeti pothuajse totalisht bosh. Por duket se tashmë do të shërbejë, do të jetë në funksion të disa institucioneve në varësi të pushtetit vendor. Ish godina e kadastrës e njohur më parë si shtëpia e oficerëve do të vijë tashmë në funksion të disa institucioneve në varësi të pushtetit vendor. Shërbimi shtetëror social në varësi të bashkisë, drejtoria e tatim taksave vendore, gjendja civile, si dhe disa institucione të tjera lokale do të ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë godinë. Prej ditës së sotme ka nisur procesi i zhvendosjes së materialeve dhe pajisjeve, me qëllim që brenda pak ditësh, duke filluar nga java e ardhshme, të gjitha këto shërbime të jenë të aksesueshme për qytetarët në ambientet e reja. Pas rekonstruksionit, godina u përdor për disa vite nga kadastra. Megjithatë, pas zhvendosjes së këtij institucioni, ambientet mbetën të pashfrytëzuara dhe pas një funksion të caktuar. Tashmë godina do të rikthehet në shërbim të komunitetit, duke pritur një sër institucionesh në varësi të pushtetit vendor, të cilat do të ofrojnë shërbime të ndryshme për qytetarët në një hapësirë të përqendruar dhe më funksionale. Gjykata e Vlorës dhe gjykata e Apelit ka një fluks tepër të lartë dosjesh të cilat lidhen me konfliktet e pronësisë. Sipas avokates Elona Mone, këto çështje lidhen me konfliktet mes palëve dhe deri te mungesa e informacionit nga institucionet, gjë që zgjat në kohë trajtimin e tyre. Gjykata e Vlorës, por dhe ajo e Apelit kanë një fluks të lartë të dosjeve të cilat lidhen me konfliktet e pronësisë. Avokatja Elona Mone, e cila çdo ditë përballet me trajtimin e dosjeve të pronave, thotë se çështjet e pronësisë janë ndër më delikate të mundshme. Sipas Mones, këto çështje lidhen me konfliktet mes palëve dhe deri tek mungesa e informacionit nga institucionet, gjë që bën që trajtimi i tyre të zgjasë në kohë. Tani, normalisht prona është dinamike, sepse prona nuk ka vetëm një pronar, mund të ketë shumë bashkëpronar, janë shumë njoftime për të kryer radhë parë, pra proceduralisht një çështje pronësie, duke nisur që nga njoftimet dhe deklaratat e mbrojtjes në bazë të ndryshimeve të ligjit, ka një kohë më të gjatë për të vlerësuar dhe për të gjykuar sesa një proces divorci apo një çështje penale ku hyn dhe gjykimi i shkurtuar. E para kjo, e dyta kemi të bëjmë në shumë raste me akte ekspertimi nga inxhinierët përkatës, nga topografët, të cilët kërkojnë kohën e tyre për ta përgatitur dhe për ta relatuar. Përpos kemi pastaj dokumenta të cilat institucionet nuk i vënë në dispozicion, siç kemi rastin e hipotekës, që unë si avokate kam kërkuar dokumentacion shtesë për të paraqitur padinë në gjykatë, nuk ma ka vënë në dispozicion hipoteka informacionin sepse kërkon patjetër vendim gjykata. Dhe ne jemi të detyruar që t'i drejtojmë gjykatës për të kërkuar këtë dokumentacion. Pra është një çështje provueshmërie më e madhe te çështja e pronës në krahasim me çështjet e tjera. Kemi çështjet e pjesëtimit të pasurive, të cilët kalojnë në dy faza, që fillimisht ndahen pjesët dhe më pas bëhet ndarja në natyrë e pronës. Apo çështjet e trashëgimisë, apo çështjet e pavlefshmërisë të kontratave, të cilat patjetër duhet të futet dhe eksperti kriminalist për të vërtetuar firmat, ka një dinamik shumë herë më të gjerë, çështja e pronësisë nga çështjet e tjera, sepse normalisht dhe vlera që ka është më e madhe. Mone thotë se një dosje pronash për të trajtuar në gjykatën e shkallës së parë kërkon minimumi 3 vite, ndërsa nëse e tillë dosje shkonte në apel, koha që merr është edhe 2 vite shtesë. Kjo varet nga çështja, varet sa konfliktual janë palët në këtë çështje, por zakonisht në 90% të rasteve çështjet e pronave palët janë goxha konfliktuale. Dhe në gjykatën e Vlorës, të paktën nga eksperienca që unë kam pasur, duhen 2-3 vite për ta ezauruar. Po themi si maksimalisht. Ndërsa, nëse kjo çështje pastaj ka ankim, do të shkojnë në gjykatën e apelit, do kërkojnë edhe atje përveç fazës kur dosja do t'i duhet të presi për të dalë në shërtim, do t'i duhet një vit për të përfunduar dhe atje, me gjithë shtyriet që mund të kërkoj. Avokatja Mone konfirmon dhe faktin se te zgjatja në kohë çështjeve të pronave shton konfliktet mes palëve. Sipas saj, ka dhe raste kur pronarët mbrojnë jetë dhe trashëgimtarëve të tyre u lind nevoja të çelin trashëgimin, duke bërë që trajtimi i kësaj çështje të nisë nga e para. I drejtojmë gjykatës për të kërkuar këtë dokumentacion. Pra është një çështje provueshmërie më e madhe te çështja e pronës në krahasim me çështjet e tjera. Kemi çështjet e pjesëtimit të pasurive, të cilët kalojnë në 2 faza, që fillimisht ndahen pjesët dhe më pas bëhet ndarja në natyrë e pronës. Apo çështjet e trashëgimisë, apo çështjet e pavlefshmërisë të kontratave, të cilat patjetër duhet të futet dhe eksperti kriminalist për të vërtetuar firmat, ka një dinamik shumë herë më të gjerë,
çështja e pronësisë nga çështjet e tjera, sepse normalisht dhe vlera që ka është më e madhe, problemin e pronave. Për të ulur fluksin e çështjeve të pronave në gjykate, Elona Mone thotë se palët duhet marrin parasysh edhe zgjidhjen e çështjeve të pronësisë të ndërmjetësi apo me anë të konsultës tek noteri dhe avokati, duke mos hapur procese gjyqësore që kërkojnë vite dhe shumë shpenzime. Atëherë, në radhë të parë, unë do të flas pak për rolin e ndërmjetësit. Ka çështje pronësie të cilat mund të zgjidhen te ndërmjetësi, ashtu siç mund të zgjidhen nëpërmjet një konsulencë tek avokati, pasi avokati fazën e parë të zgjidhjes së një problematike i ofron palët për ta zgjidhur me pajtim. Pra njerëzit duhet të kuptojnë që nëse arrin në një zgjidhje të mesme të përbashkët, mund të evitojnë një kosto 10 vjeçare gjyqësore. Pra, dikush mund të marri diçka më pak, dikush tjetër diçka më tepër, por në fund të ditës evitohen kostot monetare, kostot në kohë, streset që shkakton procesi gjyqësor e tjerë. Pra mund t'i drejtohen qoftë avokatit për ta zgjidhur me pajtim, qoftë ndërmjetësit, por dhe tek noteri. E para kjo. Dhe e dyta, duhet të kuptojnë dhe faktin që këto pronat të cilët i kërkojnë nëpërmjet proceseve gjyqësore që zgjasin, në fund nuk do të arrijnë dot që t'i gëzojnë për shkak të pikës ku është sot sistemi i drejtësisë. Siç mësohet, rreth 40-45% e çështjeve që trajtohen apo janë të mbartura në gjykatën e Vlorës janë pikërisht çështje pronash. Do ndalemi tek ekonomia. Vizitorët e huaj dominojnë pothuajse tërësisht tregun e akomodimit afat shkurtër në Shqipëri, ndërsa Franca rezulton vendi me peshën më të madhe në netet e qëndrimit të rezervuara përmes platformës BNB. Vizitorët e huaj dominojnë pothuajse tërësisht tregun e akomodimit afat shkurtër në Shqipëri, ndërsa Franca rezulton vendi me peshën më të madhe në netët e qëndrimit të rezervuara përmes platformës Airbnb. Sipas të dhënave nga Monitor, 97% e të gjitha qëndrimeve në apartamente turistike gjatë 12 muajve të fundit janë realizuar nga vizitorë që vinë nga jashtë Shqipërisë. Analiza origjinës së turistëve bazuar në të dhënat e vlerësimeve të përdoruesve të Airbnb tregon se Franca përbën tregun më të madh të huaj për Shqipërinë me 18% të netëve të qëndrimit. Ky grup ka pasur një rritje të dukshme sidomos vitin e shkuar, diçka që po reflektohet edhe këtë vit. Madje për herë të parë francezët këtë verë po vinë me kontrata garancie dhe në formë të organizuar në rajone të Shqipërisë. Gjermania nga ana tjetër renditet e dyta me 14%, ndërsa Shtetet e Bashkuara përfaqësojnë 12% të kërkesës totale. Mbretëria e Bashkuar zë 11%, ndërsa Holanda 4%. 5 tregjet kryesore përfaqësojnë së bashku gati 60% të gjitha qëndrimeve të realizuara nga turistët e huaj në Shqipëri gjatë vitit të fundit. Në të kundërt, pjesa e tregut e përfaqësuar nga vizitorët amerikanë rezultoi më e lartë gjatë vitit 2021, me njëherë pas pandemisë përpara se të zbriste gradualisht në vitet pasuese. Shifrat e vitit të fundit tregojnë se pothuajse e gjithë kërkesa në platformën Airbnb gjenerohet nga vizitorë të huaj, ndërsa tregjet e Europës perëndimore përbëjnë pjesën më të madhe të netëve të qëndrimit në vend. Ky zhvillim vjen në një periudhë kur Shqipëria ka regjistruar zgjerim të vazhdueshëm të ofertës turistike sipas Monitor dhe rritjes së kërkesës në tregun e akomodimit afat shkurtër, duke u renditur ndër tregjet me ritmet më të larta dhe zgjerimit në rajonin e Ballkanit. Turizmi edhe këtë vit vijon të jetë një nga motorët e fortë të ekonomisë shqiptare si për flukse turistike dhe për të ardhurat që injektohen në ekonomi prej tyre. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, vetëm gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, turistët e huaj shpenzuan mbi 1 miliard euro në Shqipëri. Turizmi vijon të jetë një nga motorët më të fortë të ekonomisë shqiptare dhe gjatë këtij viti, si për flukse turistike, njerësh edhe për të ardhurat që injektohen në ekonomi prej tyre. Sipas të dhënave më të fundit të bilancit të pagesave të Bankës së Shqipërisë, vetëm gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, turistët e huaj shpenzuan mbi 1 miliard euro në Shqipëri. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, të ardhurat nga turistët u rritën me rreth 14.8%, ndërsa në raport me vitin 2024 rritja është edhe më e lartë me rreth 27%. Referuar të dhënave zyrtare
zyrtare të Bankës Qendrore, bilanci neto i turizmit mbeti pozitiv me 362.9 milion euro, duke u rritur me afro 23% krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2025. Ky është një nga rezultatet më të larta në muajt e parë të vitit, duke treguar se turizmi po sjell gjithmonë edhe më shumë valutë në ekonominë e vendit tonë. Në total, shërbimet e udhëtimit përfaqësuan rreth 62% të hyrjeve valutore nga eksporti i shërbimeve dhe rreth 75% të shpenzimeve të kësaj kategorie, duke mbetur kompetenti dominues i bilancit tregtar në shërbime. Këto të dhëna tregojnë njerëz se Shqipëria po konsolidohet si një destinacion që tërheq një numër në rritje vizitorësh, jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe gjatë periudhave të tjera të vitit. Ndërkohë edhe pse shqiptarët po shpenzojnë gjithmonë edhe më shumë për udhëtimet jashtë vendit, të ardhurat që gjenerohen nga turistët e huaj mbeten ndjeshëm më të larta, duke ruajtur një bilanc pozitiv për ekonominë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë periudhës janar-maj 2026, Shqipëria regjistroi mbi 3.7 milion vizitorë të huaj ose një rritje prej rreth 8.17%, fluks i cili pritet të regjistrojë edhe më shumë rritje gjatë 3 muajve të verës. Më 15 qershor, një sezoni i provimeve në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, ndërsa në Fakultetin e Shëndetit Publik pritet të diplomohen këtë vit rreth 350 student. Por sipas dekanit Enkelejt Mëhilli, paralelisht me procesin akademik dhe sezonin e provimeve, ka nisur dhe përgatitjet për vitin e ri universitar. Më 15 qershor një sezon i provimeve në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, ndërkohë në Fakultetin e Shëndetit Publik pritet të diplomohen këtë vit rreth 350 student. Dekani i këtij fakulteti për Blu Televizion ka konfirmuar se sezoni i provimeve do të zgjasë deri më 13 korrik, datë në të cilën do të zhvillohen edhe mbrojtjet e diplomave për studentët që mbyllin ciklin studimor. Sezoni pritet të nisi në datën 15 qershor dhe do të zgjasë deri në datën 13 korrik, deri në datën 7 korrik studentët do të kenë përfunduar të gjitha provimet, ndërsa në datën 13 korrik studentët do të mbrojnë, studentët e masterit do të mbrojnë temën e diplomas, të masterit shkencor. Ju urojmë shumë suksese studentëve dhe presim domethënë po ashtu edhe regjistrimet e reja për këtë vit akademik, të cilat do të fillojnë rreth datës 20-25 gusht në varësi të udhëzimeve përkatëse të Ministrisë së Arsimit. Dekani ka bërë të ditur gjithashtu se paralelisht me procesin akademik dhe sezonin e provimeve kanë nisur përgatitjet për vitin e ri universitar. Sipas tij, Fakulteti të Shëndetit Publik pritet të shtohen edhe 2 programe të reja studimi, duke zgjeruar ofertën akademike për studentët e ardhshëm. Çdo vit nga Fakulteti i Shëndetit diplomohen rreth 350 studentë. Por kjo numri përfundimtar do të dihet në shtator pas përfundimit të sezonit të provimeve të shtatorit. Sigurisht, Fakulteti i Shëndetit është gjithmonë në përpjekje për të përmirësuar programet e studimit që ofron, si dhe të hapi dhe të ofrojë programe të reja studimi. Në këtë kontekst, fakulteti ka aplikuar pranë Ministrisë së Arsimit dhe tani jemi në pritje të fazës 2. 2 programe studimi janë miratuar paraprakisht nga Ministria e Arsimit dhe më specifikisht janë programi në bachelor në teknik laboratori, si dhe programi 2 vjeçar dermoestetik profesionale, të cilat janë në proces vlerësimi në fazën e 2 dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm akademik 2026-2027 do të jenë të mundshme për regjistrimin e studentëve. Sezoni provimeve të verës dhe ai i vjeshtës pritet të shënojnë edhe për mbylljen e vitit akademik 2025-2026 në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, ndërsa drejtuesit e institucionit synojnë të rrisin më tej cilësinë e programeve të studimit dhe mundësitë për studentët. Prodhimi i grurit këtë vit ka pësuar rënje të ndjeshme. Kultivuesit në Fier thonë se i konkuron importi, sidomos gruri serb, pasi këtu kosto është shumë e lartë. Bazuar në shifra zyrtare këtë vit, prodhimi ka rënë me rreth 6.000 ton grur, më pak se vjet. Kultivimi i grurit në qarkun e Fierit Pion të shënoi rënje të ndjeshme nga viti në vit, duke reflektuar ndryshim në strukturën e bujqësisë në nga zonat dikur më prodhuese të vendit. Në Boçov të njësisë administrative Levan, kanë mbetur vetëm 3 kultivues nga 60 fermerë që numëroheshin dikur dhe nga 100 hektar sot kultivohen vetëm 30. Kultivuesi më i madh i zonës, Ismet Gega, pohon se arsyet kryesore që kanë ndikuar në rënjen drastike të sipërfaqeve të mbjella me grur janë shpopullimi masiv si dhe mungesa e tregut. Rënja është drastike, humbja e njerëzve është drastike, s'ka rini, s'ka me. Kemi ngelur 1-3-4 pleqneve që punojnë që mbami akoma gjallë,
Sa t'ikën dhe ne, pa lam dhe ne pastaj. Shko, dikur arrin deri në 150, 180 hektar ky fshat. Mbillë shumë, nuk diskutohesh, punojnë 4-5 kombajna një muaj rresht. Tu në fshatin tonë, 150, 180 hektar. Merrshin një tërë fshati gati, ishin 200 familje. 200 familje të punojnë të tërë, se dojnë se cilit kishte të pak 5 dylymë grur. Sepse e përdorin më shumë për bukë. Kemi ngellur një 3-4 veta ne që punojmë, marrim tokat me qira, që akoma po i mbajmë një jetë tokat. Por jemi futur jonxhave, më shumë misrave, sepse gruri s'ka interes. Mund jenë 5 deri 7 hektar në tërë fshatit. Në shumë e thjeshtë. Arsye është inkurajimi që i bën qeveria këtij prodhimi. Ai thotë grur ka Maqedonia i del më lirë, ka Serbi del më lirë. Tregtar na shikojnë neve dhe s'ka gluten gruri jonë. S'ka gluten njerëzve, po pleun e duan ata shesin. E marrin pleun, se do i hedhin tjera gjërave. Kemi çik të vështirë. Megjithatë ne jemi drejt lënies, drejt pensionit, po që nuk është gjë normale, se toka është, ekziston toka, mundësia është. Nuk ka një politikë. Të magazinohet, ta marrin kush dojë ta marrin dash privatin e shtetit, por të jetë një regulator që ta sistemojë këtë punë, se kështu nuk shtyhet. S'ka për të bërë me. Në qoftë se ne do dalim si vit me humbje prap, se vit për vit kështu themi ne, po dolëm me humbje, po na mban çik jonxha, ne s'kemi shit nga çik jonxha. Edhe merr nga jonxha dhe ja jep grurit, jep elbit. Kështu që kemi shtytur neve që kemi mjetet tona. Kurse populli Ndërkohë në shëmpje për të njësisë administrative Seman kanë betur vetëm 7 hektar nga 180 që kultivoheshin dikur. Shteti e ka më mirë të mbush kamionët me miell nga Serbia, thot kultivuesi më i madh i zonës Mili Sako, ndërsa grurin vendas e nxjerrë jashtë standardeve. Faktikisht, kjo zonë është quar për mbjelljen e grurit dhe ka dhënë rendimente të larta në të kulturë. Mirë po, me kalimin e kohës, sipërfaqet kanë rënë. Unë kam qenë një nga kultivuesit më të parë të grurit në sipërfaqe të mëdha, kam arritur deri në 60 dhe 70 hektar në zonë. Me kalimin e kohës, sipërfaqet e grurit kanë rënë dhe arsyet e rënies së sipërfaqeve të grurit është mos konsumi këtu i njerëzve që nuk e blejnë, edhe mos konsumimi s'ka popull. Për shembull ka ngelur një 2 në familje, 1-2, ai s'ka përse blen. Ai s'ka mundësi që ta bluaj grurin, ta marri, ta administroj, ta bëj bukën, siç ka qenë jo. Tani unë kam qenë dhe në fabrikën e grurit këtu te kjo Mokra. Kam qenë para një 3 vjetësh, një 800 kuintal dhe i kapi parametrat e kësaj, pa gjithmonë ata kërkojnë punë të organizuar, s'mund të mbledhej në përfshatra 10 kuintale, 5 kuintale. Ai vetë mbush makinën e tij me 200 kuintal dhe e shkarkon sallakatet me para tërhiqim fshatarët, populli, kush 10, kush 20, edhe tërhiqesh gruri. Kurse tani i vështirë, se kjo ka bërë që ka ulur dhe rendimenti. Sipas fermerit Ilirian Jano, në zonën e rreth Libofshës, nga 400 hektar kanë mbetur vetëm 30, dikur nuk kultivonin vetëm fushat, por edhe kodra, thot ai, ndërsa sot pesticidet e shtrenjta, mungesa e farërave cilësore dhe mungesa e tregut kanë ulur ndjeshëm interesin e fermerëve të zonës për këtë kulturë. Më përpara grur mbillej, nuk ishte kultura të tjera, kishte pak, po më përpara mbillej dhe mali. Mali është beru lishte, fusha tani, mund mbillet 30-40 hektar tëra. 300-400 hektar që janë fusha tona. Se zakonisht grur mbillej, nuk mbillej gjë tjetër. Po dhe rendimentet, farat kanë qenë të dobta, rendimentet kanë qenë të ulta, shpenzimet kanë qenë të mëdha. Kto kanë ndikuar që sipërfaqet ulet. Unë rreth 11 hektar. Grur, po kam gjetur një zgjidhje, kam marrë farën jashtë, kam marrë në Kosovë. Po të shohim tani rendimentin, po më eci, do kërkoj prapa ndej, po që se do ketë rendiment paktën. Po mirë do ishte, po nuk është se kemi gjetur mbështetje. Fabrikat e miellit marrin nga Serbia? Po, jo, në për pulari zakonisht. Tani sipas çmimit. Kur ka pasur çmim dhe fiton,
Para një 4 vitesh më duket, vajti çmimi i grurit dhe me 48. Tani është shumë poshtë. Nuk po, dhe si vjetë ne kemi blerë dhe plerat shtrejnë, shumë shtrejnë. Dhe po e mendojmë. Po jemi shpërndar jo me ca, me Elbin, me Misrin, që mase na lëm diçka. Po nuk ka tregë. Ndërkohë sipas të dhënave të marra pranë drejtorisë së bujqësisë në Fier, në vitin 2025 sipërfaqja e mbjellë me grur arrinte në 8.954 hektar, ndërsa këtë vit, pra në 2026, ka zbritur në 7.127 hektar, pra një tkurje ndjeshme prej 1.800 hektarësh. Po sipas të njëjta burimeve, edhe prodhimet kanë pësuar rënje, ku nga 34.880 ton në vitin 2025, prodhimi pritshëm arriti në 28.707 ton në vitin 2026. Dikur Myzeqeja e konsideroi si ambari i Shqipërisë, duke furnizuar një pjesë të madhe të vendit me drithra, ndërsa sot shifrat tregojnë një realitet të krejt tjetër. Sipërfaqet me grur po tkuren dhe prodhimi po bie, duke ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e kësaj kulture tradicionale në nga zonat më pjellore të vendit. – 27 vite më parë, më 12 qershor të vitit 1999, pas 78 ditë bombardime të Aleancës Ushtarake Perëndimore kundër canqeve ushtarake serbo-malazeze në Kosovë, trupat e NATO-s hynë në Kosovë, duke i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare midis popullsisë kryengritëse shqiptare dhe forcave okupuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze. 27 vjet nga çlirimi i Kosovës, presidenti Begaj shpreh mirënjohje për UÇK-n dhe NATO-n. 27 vjet më parë në Kosovë u vendosën 50.000 ushtarë të NATO-s dhe bashkë me ta edhe administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara. Më 12 qershor të vitit 1999, pas 78 ditë bombardimesh të Aleancës Ushtarake Perëndimore, të udhëhequr nga Amerika kundër caqeve ushtarake serbo-malazeze në Kosovë, në Serbi dhe në Maltëzi, trupat e NATO-s hynë në Kosovë në misionin paqëruajtës që do të quhej KFOR, duke i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare midis popullsisë kryengritëse shqiptare të organizuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave okupuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze. E vlerësuar nga ata që e përjetuan si ditë e çlirimit dhe si një ndër ditët më të mëdha të historisë së Kosovës, 12 qershori ndonëse jo e njohur edhe si festë zyrtare, është një ditë ku nga ushtarakët dhe diplomatët botror do të mbahet mend si një ditë gati konfrontimi midis Perëndimit dhe Rusisë, një ditë siç thuhej që do të mund të niste luftën e tretë botërore. Hyrja e ushtarëve të NATO-s hapi rrugën e kthimit në shtëpit, tokën dhe vendin e tyre mbi 1 milion shqiptarëve të Kosovës, të degdisur refugjat në 10 vende dhe 3-4 kontinente të botës. Deri më tani kanë shërbyer në Kosovë afër 500.000 pjesëtar të forcave paqëruajtëse të shumë vendeve, kryesisht atyre perëndimore, duke qenë larg familjeve dhe me të dashurit e tyre dhe duke sakrifikuar edhe një nga pjesët e jetës për lirinë, sigurinë dhe paqen në Kosovë. Ndërkohë, presidenti Bajram Begaj përcolli sot urimet për ditën e çlirimit të Kosovës. Në një mesazh në rrjetet sociale, ai u shpreh se liria e Kosovës erdhi në saj të sakrificës sublime të mira burrave dhe grave, luftës heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe vendosmërisë së aleatëve tanë strategjik. Begaj shprehu mirënjohje ndaj NATO-s që qëndroi në anën e drejtësisë, lirisë dhe dinjitetit njerëzor në një nga momentet më vendimtare të historisë së kombit tonë. Po ashtu kreu i shtetit shprehu mirënjohje për luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për sakrificën e dëshmorëve dhe të gjithë atyre që kontribuan për lirinë e Kosovës. Ju falenderoj për vëmendjen, miropafshi.